Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do ta marrim komentimin e surës Adiyat. Allah subhanahu wa ta'ala pas Bismillahirrahmanirrahim thot wal adiyati dhabha. Pasha ata të cilët shpejtojnë duke dihatur. Pasha ata të cilët shpejtojnë duke dihatur. Po kjo është betim prej Allahut subhanahu wa ta'ala. E adiyat është cilësi ose mbiemër e një gjëje që nuk është përmend në ajet. Atë cila është ajo gjë që Allah subhanahu wa ta'ala po përshkruan me adiyat, ata që shpejtojnë. Ajo për qëllim kuajt, po pasha kuajt që shpejtojnë, apo janë për qëllim devet, po pasha devet që shpejtojnë. Këto janë dy mendime të dietarëve të tafsirit. Po për tyre ka thënë se Allah subhanahu wa taala me këtë fjalë ka përshkruar devet. Po dhe ajeti përcakton pasha devet wal ibli al adiyat, pasha devet që shpejtojnë. Po këto përcakton kjo fjalë që nuk përmendet më. E u thonë qëllimi është për deve që shpejtojnë gjatë riteve të haqit. Gjatë riteve të haqit, do të prej Arafatit në Muzdelife. Pastaj prej Muzdelifes në Mina e kështu me radhë. Po qëllimi është për ato deve që për meselave muslimanët i kanë kryer riteve të haqit. Edhe kanë argumentuar në faktin se kjo sure është sure Mekase, do që ka zbrit Mekë. Kjo që ka thonë nuk është fjala për Kuraj, nga se në periudhën Mekase nuk ka qenë i ligjësuar xhihadi. Por që Allah subhanahu wa taala është vetuar në devet, cilat për meselave do thotë njerëz që kanë këhaqën. Kurse mendimi i dytë i dietarëve të tafsirit që është i xhumhurit, po pjesës dërmuese të dietarëve të tafsirit e që është njëkohësisht mendimi i saktë, kurse me këtë fjalë Allah subhanahu wa taala e përshkruan kuajt. Po qëllimi është wal khayli al adiyat, pasha kuajt që shpejtojnë. Edhe kuajt që do thotë vrapojnë shpejt, kanë qenë njohura për arabët. Edhe para se të ligjësohet xhihadi. Po kuajt që shpejtojnë dhe i sulmojnë armisht, pavarësisht a shpejtojnë me hak në drejtën apo pa hak pa drejtën, kjo ka ekzistuar në kohën para Islamit. Mirë po, pasi që ka ardhur Islami, ata të kuajt që kanë përdorur për xhihad, për luftën për hir të Allahut, ata kanë shpejtuar dhe kanë sulmuar armisht në hak në drejtën. Allah subhanahu wa taala thotë wal adiyat. El adi, ose është një si i shumë të fjalës adiyat, është emër i veprus të yud, që do të thotë ai shpejtimi nesër apo nisje, dikush që niset edhe ecë shpejt, po vrapon. Dhabhan thotë Allah subhanahu wa taala, dhabh është ai zoni që del prej brendësisë, prej gjoksit të kuajve. Po kur ata vrapojnë shpejt, ata del një zonë prej gjoksit të tyre. Edhe kjo tregon se do thotë vrapimi që e bojnë ata është shumë i ashpër, do shumë i fortë edhe i shpejtë. Për këtë arsye edhe dihatin ata. Pa dhabhan është ai dihati që dëgohet prej ai zoni që del prej gjoksit të kuajve. Pastaj vazhdon Allah thotë për muriyat i qadha. El muriyat në gjuhën arabe është marrë prej fjalës arwa ose vadi, që ka për qëllimin xixa. Pa në gjuhën arabe është i njohur guri i murë ose mërë. E që do thonë është ai guri i cili kur goditën njërin me tjetrin, do thonë nxjerr xixa. Nxjerr si lloj flakë, si lloj xixe. Ana Allah subhanahu wa taala shoqi shumë të kuajt që vrapojnë shpejt. Po sigur, domethënë kur ata vrapojnë shpejt, do për shkak të vrapimit fortë që bën tashë edhe të shpejt, ata i godosin gurt, e pastaj gurt e godosin njërin tjetrin edhe prej atyre gurëve dalin xixa. Ata kanë janë ato xixa që dalin. Allah subhanahu wa taala këtu pasi që vërtetot fal, vërtetot që fajtën ata që nxjerrin xixa, ose nxjerrin xixa për tundrave të tyre për goditën për burr, ose
me vrapimin e tyre e godasin burtë dhe ata pastaj e godasin njëri tjetrin aty dalin nxitje. Kjo është qëllimi Muriati Kadhan. Pra që ato dalin nxitje për shkak shpejtësisë të madhe që e bajnë gjatë vrapimit. Fal-mughirati subhan, vazhdon Allah subhanahu wa taala, thot ata cilët sulmojnë në mëngjes. Pra trovojnë edhe sulmojnë armikun në mëngjes. Pa subhan në saban, mëngjes. Edhe që thonë dietarët, kjo është koha më e mirë kur sulmohet armiku. Nga sa armiku në atë kohë, pra në saban mëngjes në gjem, është në gjumë, është i pavëmendshëm. Madje thotë edhe nëse zgjohet, pa për shkak të sulmit, ai zgjohet i lotshëm. Po ka dhe lidhë smundet, do të më kundërpërgjigj. Prandaj çdo ka vepruar edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por i ka sulmuar mish, i ka sulmuar në kohën e agimit. Po në ka sulmuar natën, mirë ka pritur që me agu ditën. Nëse ka dëgjuar zonin, e ka kuptuar se ata janë muslimanë edhe është ndarë, asë nuk i ka sulmuar. Nëse ka dëgjuar zonin e sahabëve, nëse nuk e ka dëgjuar atë, i ka sulmuar. Kjo hadith transmetohet në Buhari. Në kapitullin e ezanit. Pastaj vazhdon Allah thotë fa asar dhe bihi naf'an. Thotë edhe ata kuaj cilët i sulmojnë, o vrapojnë shpejt edhe i sulmojnë armisht, thotë ata çojnë plohët. Po kur hyn mesin e armishtve çojnë plohët edhe mbushin, do thotë vendin me plohët. Naf'an, do thotë është ai plohë i cili ngritet kur dikush vrapon shpejt. Prandaj kur ta kuaj vrapojnë me fuqi, me shpejtësi, edhe hyn mesin e armishve, po gjatë sulmit të heshës e kështu më radhë, atëra aty në qohet plohët, ngritet plohët në atam tjetër. Thotë fa wasatun e bihi gjem'a, të dhe përmes këti plohëri, ato po ajtë hyn në mesin e një grumbullë, po qëllimi është mesin e grumbullëve të armishve. Allah subhanahu wa taala këtu po tregon se cili është ai qëllimi apo destinacioni kryesorë të këtij. Ta kuajnë është shpejt, është fuqishëm, edhe aq shumë vrapojnë aq shpejt, saqë nuk ndalen derisa hyn mesin e armishve, po ai çojnë armisht në dësh. Pra kjo është, do thotë, ajo dobia kryesore ose e skajshme e dobive shumë të kuajve. Edhe pse dobitë e kuajve janë shumë. Ose këtë kuajt janë dobishëm, po ka hajër. Që shka thonë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, el khayru ma'qudun fi nawasiha al khayru ila yawm al qiyamah. Sot hajri e mira është e lidhur në ballukën e kuajve, do të pjesën, deri në këtë ballën e tyre, deri në ditën e kiametit. Ato e kanë lidhur hajrin me mirësi. Allah subhanahu wa taala po beton në këta kuajt që vrapojnë shpejt, që do thotë nuk ndalen derisa të arrijnë qëllimin e tyre, pra që të sulmojnë edhe të futen në mesin e armikut. Po ata veprojnë kështu pa frikë, pa lodhje. Pastaj Allah subhanahu wa taala po tregon pse po i sjell këto betime. Po përkon i sjell këto betime. Ai për cilën Allah subhanahu wa taala i sjell këto betime vetë njeriu. Po innal insana li rabbihi lakanun. Po beton këto gjëra pa që përmendë se vërtet njeriu, po qëllimi është njeriu si lloj. Lloj krijesës si njeriu, pra njerëzimit, nëse nuk Allah subhanahu wa taala nuk e inspiron, nuk e drejton, nuk e çon drejt udhëzimit, është lekenut, pra është mohues i madh. Po kenut është kefur, ai që i mohon mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është përshkon Allah subhanahu wa taala në vend tjetër njeriu, pa surën Ahzab, në ajetin 72 wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Po amanetin që Allah subhanahu wa taala ka shpaq qeve të tokës, ato ka refuzuar, e ka marrë përsipër njeriu. Pse? Ka thënë njeriu është bën padrejtësi të madhe, zullumçar i madh. Edhe është jahul, do është ignorant i madh. Disa dietarë kanë për qëllim e njeriu të është vetë janë jo besimtar. Allah subhanahu wa taala ka përmend sipas këtij mendimi shprehjen e përgjithshme njeriu kurse ka pas për qëllim diçka të veçantë, pra jo besimtar. Mirë po, mendimi më afër vërtetës, është më i shumë se për qëllim është vetë lloji i njeriu. Pra nëse Allah subhanahu wa taala nuk e udhëzon këtë njeri, pra nuk e drejton rrugën e drejtë, atëherë patjetër është kenur. Pra është mohues i mirësive të Allahut subhanahu wa taala. I mohon nimetet, do
që Allah subhanahu wa taala. Pra Allah subhanahu wa taala ka furnizon ato jep rrezik. Jep i mirësive ti, përsa i përmes të rrezikut që Allah subhanahu wa taala furnizon, ai bëhet edhe më arrogant, bëhet edhe më krenar. I largohet edhe ikë edhe më shumë prej Allah subhanahu. Sa më shumë që Allah furnizon, ai shikon vetëm më të mjaftueshëm. Pasi nuk ka nevojë, nuk është nevojë për Allahun edhe largohet edhe më shumë prej Allah subhanahu. Pa sa shumë ka për njerëzve që Allah subhanahu taala kur i ka dhënë pasuri, do të thotë ai ka të kalu kufit, edhe ka një vetën që nuk ka nevojë sa shumë për Allah. Pa është vetëm mjaftueshëm. I mohon mirësitë, nimetet e Allah subhanahu. Pra nuk është mirësi. Nuk e falëndron Allah subhanahu taala për këtë nimet. Po nuk e kryen adhurimet ose obligimet që e ka caktuar Allah subhanahu. Kjo është pra kenut, mohusi mirësive nimeteve të Allah. Pastaj vazhdon Allah thotë wa innahu ala dhalika la shahid, po të ai është dëshmitar për këtë. Përkon është fjala ai që është dëshmitar për këtë. Dietarët i kanë dhënë dy mendime. Pra e para është se Allah është dëshmitar për këtë. Po Allah dëshmon që robët e tij janë kenut, pra janë mohus mirësive të Allah. Disa nga thonë që parametri këtu i kthehet vetë njeriu. Pra njeriu dëshmon për këtë mos me njohën ndaj Allahut subhanahu. Pra dëshmon kundër vetes tij që ajo është kenut, pra është mos me njohës edhe mohusi mirësive të Allahut subhanahu. Edhe saktë është që ajeti përfshin këto dyja. Po kjo është edhe rregulla që kemi vënë shpesh, rregulla e kësaj që nëse ne ajeti përbën dy interpretime, e ato nuk vijnë kundërshtim me njëra tjetër, atëherë do të interpretohet me këto dyja. Pra Allah subhanahu taala është shahid, është dëshmitar për atë që është në zemrën e njeriu. Allah subhanahu taala shah, edhe din çka ka njeriu në zemër. Pra që njeriu është mohus i mirësive të Allah subhanahu taala. E po gjithashtu Allah subhanahu taala është dëshmitar edhe i shah veprat tona, pra veprat e tij. I po njëkohësisht edhe njeriu është dëshmitar kundër vetes tij. Po ose dëshmon me gjendjen që do është. Po është dëshmitar do në gjendja e tij flet. Sikur me folën me gjuhë. Po gjendja e tij flet që është mohusi i mirësive të Allah. Është mosmirës. Ose do thotë dëshmon me gjuhën e tij. E nga një herë këtë, do thotë që dëshmia bën këtë dunjë. Në jetën e kësaj bote, në tim shumë njerëz që në jetën e kësaj bote do të tregohen krenar arrogant në një vllaj. Edhe i mohojnë mirësitë të Allah subhanahu. Po nuk tregojnë bindje te Allah subhanahu. Nëse Allah i ka realizuar mirësitë shumë të ata i mohojnë. Ose nëse këta nuk e pranon këtë dunjë, njeriu ka më dëshmu për këtë gjë në jetën tonë atë. Kështu që Allah subhanahu taala sura Nur në ajetin 24, "Yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Atë do të dëshmojnë kundër tyre gjuhët e tyre. Po vetë gjuha jote ka më fal, gjuha e njeriu ka më fal kundër dëshirës. Po më dëshmu kundër. Po ashtu duart edhe këmbët e tyre. Po kanë më dëshmu çka ka vepruar njeriu, çka ka bërë njeriu. Pa Allah subhanahu. Pastaj vazhdon Allah thotë wa innahu li hubbil khayri la shadid. Sa të vërtet ai pra njeriu e don shumë hajër. Qëllimi i hajrit këtu është për pasurinë. Pa shumë e don shumë mallin pasurinë. Ose kështu është i pazitur, po ka dashuri lakmi të madhe ndaj pasurisë. Po qëllimi me hajër është pasuria. Kështu thotë Allah subhanahu taala në surën Bakara, në ajetin 20, kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil-wasiyya. Po Allah subhanahu taala ka bërë obligim që nëse dikuj prej juve ju vjen vdekja, edhe lën pas vetë hajër, për qëllimi është pasuri të madhe, atëherë do thotë me lanë vosia, amanet, përkon është kuj po do një lanë pjesë të asaj pasurie. Për qëllimi këto është i hajrit është i pasurisë. Prandaj njeriu ka dashuri të madhe, pra don shumë pasuri. Edhe kjo do thotë është shpashur edhe dukshme të çdo kush për njerëzve. Vetë Allah subhanahu taala sura Al-Fajr ajetin 20 thotë "Tuhibbuna al-mala hubban jamma". Thotë edhe ju e doni pasurinë madhe me një dashuri skajshme, po të madhe. Po çdo kush nuk mund, askush për njerëzve nuk mund të shpëtojë kësaj. Po sado që është i devotshëm, sado që është besimtar i mirë, e don pasurinë. Pasi kjo është natyra e njeriu. Po njeriu e don shumë pasurinë. Mirë po, pra në
kështu në mënyrë pa kufizuar, themi që mënyrë pa kurzuar themi që dashuria ndaj pasurisë është cilësia e njeriu. Pra natyrës nuk mundet më shpëtu prej kësaj. Një ka prej njerëzve që do thotë e don pasurinë më pak se sa tjerë. Pastaj përket nivelit dashurisë ndaj pasurisë këtu dallojnë. Që po në sens në origjinë thamë pra çdo kush me njerëzve don pasurinë. E pastaj ata dallojnë sa kush prej tyre sa e don atë pasurinë. Dikush e don më shumë, dikush e don më pak. Ka për njerëzve, po që janë besimtarë të mirë, ata e don pasurinë vetëm sa i përmbush nevojat e tij, edhe s'u bën nevojtar për të. Ka që do më shumë për pasurisë në. Dikush tjetër don më shumë, do thotë don më shumë pasuri, e dikush dëshiron edhe më shumë fesh, po do dëshiron të ketë shumë pasuri kështu. Po njerëz dallojnë sa i përket nivelit dashurisë ndaj pasurisë. Po sa më është dashuria e tyre ndaj pasurisë. Mirë, po në sens origjinal do kush prej tyre, që njerëzve don pasuri. Ato nuk mund të më askush. Ka sa Allah subhanahu wa taala për të shkuar e jo në to ajete që ai e don shumë pasuri. Pastaj Allah vazhdon thotë fala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur. Sa ta vërtetin ai njeri që kur nxirret ajo që është varur. Pra kur nxirret njerëz të ngjallë, dalin prej varrit. Nuk e di se Allah subhanahu wa taala këni që kur dalin ata që janë varur. Po sikur kishte qenë i bindur edhe të kish punu për këtë ditë, që dhe të Allah subhanahu wa taala. Mos me qenë preokupimi i tij kryesor pasuria, rrugëllimi i saj. Mirë po puna për atë ditë. Me punu për atë ditë kur njerëz do dalin prej varrit të tyre. Po toka po mizjer njerëz prej varrit të saj. Allah thotë e fela ya'lamu, qëllimi është a nuk e din ai po është, a nuk si nuk po bindet ai. Po që me punu për atë ditë kur i dha bërë ma fi al-qubur, kur të nxirret ai që është varur. Po do dalin jashtë njerëz që janë varur. Po njerëz dalin prej varrave për të Zotit botën. Ata do dalin sikur të ishin karkalesa shpërndarë, që thotë Allah subhanahu wa taala në disa ajete tjera. Edhe kjo ndodh pas një zhurmë të madhe që ose një zot të mërshëm që Allah do thotë Allah subhanahu wa taala bën me ndodh. Allah subhanahu wa taala surën Yasin ajete 53 thotë in kanat illa sayhatan wahida fa idha hum jami'un ladayna muhdharun. Ata janë vetëm një zëj të mërshëm. Por të tja ata që dalin edhe qëndrojnë para Allahut subhanahu. Pastaj thotë Allahu wa hussila ma fi as-sudur, thotë përveç që nxirren njerëzit prej varrave të tyre, thotë dal në shesh edhe ajo që ishte në gjoksa. Po zemra, jetët e njerëzve, qëllimet, me çfarë jetë, me çfarë qëllimi ka bërë punët e tij. Kjo është për veprat e zemrës, shkurt pushtjetja në Allahun, shpresa, frika, i respektit. Po ashtu edhe mëkatet e zemrës, çdo gjë do thotë do dalë në shesh aty. Po ajo që është në zemrë do dalë në shesh, nuk do fshehet. Kur thotë Allah subhanahu wa taala në surën Tariq, ajetin 9 dhe 10, yawma tubla as-sarair, atë ditë do të shfaqen sekretet. Atë do dalin shesh aty sekretet, ajo që ka qenë në zemrë, e fshehur në zemrë. Kama lahum min quwwatin wala nasr, Allah njeriu nuk do të ketë fuqi. Në cilën e shtyn ose mprohet me dënimin e Allah subhanahu wa taala as dëmtar. Pastaj nuk mundet me ndihmu dhe me mbrojtje për dënimin e Allah subhanahu wa taala. Pastaj nuk ka fuqi të brendshme as të jashtme. As dëmtar të brendshëm as të jashtme. Pa Allah subhanahu wa taala këto ajete po tregon se baza po shikohet edhe do të njeriu mbështetet është zemra e tij. Zemra është ajo që do të përmirësohet. Qase në këtë dunjë njerëz do ndaj tyre do të sillen në bazë vepra të jashtme. Madje nëse është munafik, a nuk e dim çka ka zemra. Ne kemi obligim që përndaj sa dikush na shpaq në Islamin, atëherë me trajtuar ato si musliman, ose musliman vërtet. Ndoshta ai Allah subhanahu wa taala është munafik. I po në ahirat, ajo që merret parasysh është zemra e njeriu, çka ka po zemra. Për këtë arsye ne kemi obligim që i kushtojmë si më shumë zemra tona se sa vepra të jashtme. Pa pra çdo gjë, para veprave do të kushtojmë si zemra. Po do të që e jashtme ajo në kom përputhje me të brendshme. Jo e kundërta. Do të që e brendshme ka ndryshe kurse e jashtme me qenë ndryshe. Nga se zemra është ajo që boshtë rreth cilës vërtitet çdo gjë.
Edhe Allah subhanahu wa taala mos asoj që ke pas zemër ose ka më të shpërblyer se ka më ndrysh. Por se veprat e tuaja tash me kanë qenë përputhje me ato që në zemër, atë ti më shpërblyet Allah. Ose ka më pas dëshkimit kuptohet se falë mbulon shira Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala të vot mufassila ma fi sudur ka vjen të përshtat atë lidhje mes dy ajeteve. Ajo që është në varë do të dalë jashtë, do të nxirret. Po ashtu ajo që është në zemra, gjoksa, do të shfaqet, do të dalë jashtë. Po ba'thara që përmend këtu është mund nxjerrë ajo që është në varë. Ajo që e ka fshehtë toka do të nxirret jashtë. Kurse ato që kanë fshehtë gjoksa zemrën do të dalë sheshët, do të dalë jashtë para Allahut subhanahu wa taala. Harmonizimi dhe përshtatja me të jetë është edhe i dukshëm për çdo kohë. Allah subhanahu wa taala pasaj në kontat inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Por vërtet Zoti i tyre atë ditë është i gjithdijshëm i mirë informuar për ta. Por robët e tij është khabir, i gjithdijshëm. Allah subhanahu wa taala po thotë të bihim për ta, kurse fillim pa përmend insan. Por njeriu është mohues pasaj për përmend se cilë ti kështu më radh. E pasaj Allah subhanahu wa taala po thënë edhe i referohet të thotë njeriu shumë. Allah është i gjithdijshëm, i mirë informuar për ta, po për njerëz. Nga se thotë kjo është atë kuptimi që e thamë, kuptimi e parë se qëllimi i fjalës insan, por na jetë fillim të jetëve është për qëllim lloji njerëzor. Andaj Allah subhanahu wa taala në fund po i kthehet këtij kuptimi të përgjithshëm. Allah subhanahu wa taala është i gjithdijshëm dhe i mirë informuar për njerëz që kanë vepruar. Andaj mirë po, do thotë Allah subhanahu wa taala këtu këta jetë po e lidh dijen me atë ditë, pra ditën e Kiametit. Pse? Që Allah është i gjithdijshëm i informuar për ta në atë ditë, pra ditën e Kiametit. Jo më edhe atë ditë. Nga sa ajo është dita e shpërblimit, ajo është dita e llogaridhënies, edhe dita ose e shpërblimit ose e dëshmimit. Edhe pse Allah subhanahu wa taala është alim, khabir, është i gjithdijshëm i informuar për njerëzit në çdo kohë. Atë ditë edhe para asaj dite. Allah subhanahu wa taala madje ka ditë çka do të punon pa fillim. Ose di Allah subhanahu wa taala është pa fillim sigurisht se janë. Mirë, po Allah subhanahu wa taala këtu thotë që Allah është i dijshëm, po i gjithdijshëm për ta, për veprat e tyre atë ditë, nga se atë ditë do t'i shpërblejë ose do t'i shtojë për veprat e tyre. Por kjo është një tafsir i shkurtër i kësaj sure, që ka kuptim madhor. E na do të thotë po mjaftoj me kaq, do të lutim Allah subhanahu wa taala me na udhëzoj me Allah sukses në rrugën e tij. Am na vopi aty që lexojnë librin e Allahut, me të vërtetë hakët e lavët i shkallën në jetë, Allah subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. Po kalon do thonë në tafsirin e surës tjetër. E që është surja në radhë, po surja al-Qari'a. Allah subhanahu wa taala thotë Bismillahir-Rahmanir-Rahim, al-Qari'atu. Al-Qari'a është ism fa'il, po emër veprues prej qara'a. Është ajo do thotë që i godet zemrën, pasi që i godet dëgjimin. Është çaj xhamimi i madh. E kjo është për emrave të Kiametit. Allah subhanahu wa taala tregon se atë ditë do të plotësohet çdo kush që është qelë në tokë. Pa ndodhur kjo fryrja e surë. Është shkruar në surën Naml ajetin 87. Wa yawma yunfakhu fi s-suri fazi'a ma fi s-samawati wa ma fi al-ardi illa man sha'a Allah. Sa do ditën kur të kryet surit, do të plotësohet çdo kush që është qelë në tokë. Përveç atij që don Allah subhanahu wa taala të shpëtojë për këtë fiksim. Por nuk e ndjen këtë fiksim. Wa kullun atahu dakhirin dhe çdo njeri do të vi Allah subhanahu wa taala i nështruar. Por kjo gjënim i madh ose kjo zhurmë e madhe, kjo zëjt mërshëm e Qari'a, po i godet zemrat pasi që i godet dëgjimet. Po pasi që dëgjojnë do thotë zemrat fiksoni ka pikë e madhe. Po është Qari'a e madhe, është zhurmë e madhe, është zëjt mërshëm. Nuk ka ndonë ndonjëherë ose më herët me ndonë në kozmosin këtë univers. Po kjo është për emrave të Kiametit. Po emri Kiametit ka emra shumë. Për tyre është e lëvashje, për tyre është e haqqa, këtë e surët Kur'anit që e përshkujnë, për Kiametit. Allah thotë me Qari'a, ku e do thotë çfarë është Qari'a, çfarë është kjo? Po thotë kjo gjëmimi të mërshëm, ose kjo zëri të mërshëm. Allah subhanahu wa taala këto po e sjell mënyrë, po thotë këtë fjali në formën e pyetjes për me stërmadhu, edhe për me kry, për me tregu atë madhështinë dhe peshën e madhe
çka është e parja për cilën po flitet, për cilën po jepet shenjë, Allah subhanahu wa taala po përmend. Prapë Allah thotë wa ma adraka mal qari'a, dhe kush të mësoj ty se çka është parja, kush ta mësoj ty se kush e ku e ditë ti se çka është parja. Allah subhanahu wa taala të vërteton edhe më shumë atë frimin pas, as tërmadhimin, atë friksimin për këtë. Po kush është ai që ta mësoj ty se ta bëni ty me di se çka është kjo zhurmë e madhe se këtë zoni të mashëm që të ndodhë aty. Allah për nësër më do të tërgu se vërteta është një zoni të mashëm, një madhë, që kam i friksu që do kënë që është qërë në tokë. Pastaj Allah subhanahu wa taala po tregon se kur ka më ndodhë. Se çfarë ditë do të jetë ajo kur do ndodhë. Po yawma yaqumu an-nasu ka farashin mabthus. Atë njerëz do të jenë sikur flutura të shpërndara. Po farash Allah subhanahu wa taala po tregon se ky zoj të mashëm do ndodhë atë. Po njerëz atë do të jenë shpërndarë sikur flutura, ose do të jenë sikur flutura mabthus shpërndara. Kjo ndodhë, që është thamë në surën paralelse, kur njerëz dalin prej varreve. Dietarët thonë që Allah subhanahu wa taala këto e ka bënë për shkrim shumë mirë se si do të jetë gjendja e njerëzve atë. Po do të jetë sikur flutura të shpërndara. Po flutrat i shohin këto insekte, e vogla që janë fluturojnë, në të cilat shpesh ndodhin, do thotë grumbull i madh, sidomos kur e ndez njeriu një zjarr jashtë për shembull hapësirë, dhe ato do thotë shkojnë edhe grumbullohen edhe binat zjarë. Pra janë insekte, janë krijesa dopte. Dhe shumicën e rasteve do thotë esin pa udhërofis, pa di ka po shkojnë. Shumicën e rasteve do thotë janë tubon, janë grumbull i madh. Edhe për shkak si konkluzioni që e kanë, pra nuk e din ka me es, ka me fluturu, shpesh ndodh që vinë zjarë. Pra pa ndjen pa e ditë. Andaj Allah subhanahu wa taala këtu po e përshkruan shumë mirë se si do të jetë gjendja e njerëzve atë, po do të jenë sikur këto flutura, këto insekte, po do të jenë dot, do të jenë konfuzion, edhe do të jenë shumë, por grumbull i madh. Edhe nuk do të ka do të ecë, po do të ketë dikush që i tregon rrugën se ka me ecë. Pra njerëz sikur se këto flutura. Po kur dalin prej varreve tyre, kjo do të jetë gjendja e njerëzve. Allah subhanahu wa taala është shumë mirë po e përshkruan se si do të jenë këta njerëz, po do të kenë sikur këto flutura, edhe me këthull, po qëllimi është shpërndarë. Po që janë shpërndarë në për hapësirë. Po njëjtë Allah subhanahu wa taala kështu ka përshkruar njerëz surën Kamer, në ajetin e 7, yakhrujuna min al-ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Njerëz dalin prej varreve, sikur të ishin karkalesa shpërndarë. Po të njerëz ashtan mundon rast që marrë ai grumbull i madh që vinë sira karkalesat, mirë po në vene tani, do thotë lindjes, kjo ndodh shpesh. Po vinë karkalesat ose sikur re e madhe ka të shkojnë ata shkretojnë, do thotë mbjellur atë dritë do të shkojnë. Kështu do të jenë njerëz. Pra nëse ne e parafilojmë këtë pamje, ka në pas njerëz kur dalin prej varreve, atëherë shohim që do thonë vendja tonë bëhet krijohet një pamje që vërtet është e prekshme. Që nuk ka shembull, nuk i mundësi me gjetë shembull për to se diçka ngjashme në këtë botë. Po kur njerëz dalin prej varreve të tyre, këtë njerëz, prej parë, prej Ademit, deri në fundit, derisa do të vjen kiameti. Këtë dalin sikur një njeri vetëm prej varreve, në njëjtën kohë. Këtë dalin në njëjtën kohë prej varreve. Po ndinjë edhe perëndim tokës. Madje ata që nuk kanë qenë varrosë, apo që kanë vdekur po nuk kanë varrosë, ata që për shembull kanë vdekur det, kanë ndjerë det ose në fund det, ose ata që i kanë hangër domosdoshmë peshqit e ndryshëm, ose ata që po të kanë vdekur në përshkretira, në shumërat, ose i kanë hangër e dërsira. Këtë do dalin për një herë, njëjtën kohë. Këtë do të ringjallën në një kohë. Edhe këtë do të ecën të tretimin e përfyrën e tokës. Po, vërtet, nëse njëri e parafilon të pamje, krijohet një pamje edhe të prekshme, edhe të dhëtë pa shembull në mendjen e tij. Ka mundësi që diçka njeriu me po diçka ngjashme këtë jetën e tij. Kurse i përket kodrave, edhe bani Allah subhanahu taala po tregon se këto kodra që janë pa lëhatshme, lloja, atë do të jenë këtë ehnin në fush. Do të jenë sikurse leshe i prishur. Po ehn në gjuhën arabe, pra Allah thotë të kunu al-jibalu kal-ehn al-manfush, atë to kodrat edhe malet do të jenë sikurse ehn
ka dy kuptime, ose është për shëllim leshje ose për shëllim pambukur. Do dy kuptime edhe lejohet me interpretu këtë ajet. Po më në fush është i shturur, i prishur. Po leshja kur të prishet, kur para se me fillu më tjerë, më të pare i prishet në leshje, me krerë ndryshme kështu më radhë, ose edhe pambukur. Para se do thotë bëhet përmes mjeteve ndryshme, apo përmes dorës, do thotë ajo shumë i lehtë. Kur prishet kështu është edhe ose shpishet përmes dorës, përmes krerëve ndryshme, do thotë ai bëhet shumë i lehtë. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë se edhe kodrat të malit do të jenë të tilla, pasi që kanë qenë të forta. Po pa dohajshme do të jenë sikurse ky lesh ose ky pambukur i cili është i shprishur. Po do të jenë shumë tjera do të durohen për ajër, do të durohen për hapësinë. Allah subhanahu wa taala shpjegoi për shumë kodrat edhe në ajete të tjera. Për shembull në surën Waqi'a, ajetin e 56 thotë wa ussatil jibalu bassa. Atë kodrat e malit do të bëhen thërmia, copa copa. Fekanet e ban munbatha do të jenë sikurse pluhuri i shpërndarë në këtë ajë. Edhe në këtë ajet Allah subhanahu wa taala do të jenë sikurse leshja apo pambuku i prishur. Pastaj Allah vazhdon thotë fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah subhanahu wa taala këtë ajet po i ndon njerëz të lutë. Po ata që peshora vepra e tyre vjen e rënd, ato do të jenë një jetë të kënaqshme. Por ata që peshora vepra e tyre vjen e lehtë, atë përfundimi i tyre do të jetë hawie. Çka është hawie thotë Allah subhanahu wa taala? Këna më shpjegoj se është narun hamiyah. Zjarri i ndezur fort. Po njerëz do të ndahen në dy grupe. Grupi i parë janë ata që peshora vepra e tyre do të vijë rënd. Po do të kemë vepra të mira të shumta, edhe to vepra të shumta të mira do t'i peshojnë veprat e këqija. Pra ana vepra të mira do të peshojnë më shumë. Ose grupi i dytë janë ata që peshora vepra të tyre janë e lehtë. Po këqijat e tyre, veprat e këqija të tyre do të peshojnë më shumë se sa veprat të mira. Ose për faktin se ai nuk ka asnjë të mirë, është pasur me besimtar, ose do thotë ka të mira mirë po më shumë të këqija, do të mira mirë më pak. Është pasur me besimtar që na shon. Andaj Allah thotë fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ata që veprat i vinë rënd, do thotë peshora të vinë rënd, peshora vepra të mira, ai do të jetë në 'isha, do thotë në një jetë të mirë, të kënaqshme. Kjo është përshkrim, dhe Allah subhanahu wa taala pasien formën ka arabisht thotë ismul hayya, për emrin që tregon formën. Po si do të jetë mënyra, jeta, cilësia do thotë jetës, po do të jetë radhje, do të jetë i kënaqshëm, do të jetë e mirë, po do të jetë lumtur. Po radhja është ismu fa'il amr al-khus prej rida, prej kënaqësisë. Po qëllimi është që njeriu do të jetë i kënaqur me atë jetë. Do të jetë i kënaqur me atë jetë. Po është jetë e kënaqshme. Po nuk ka kurrë pa pastërti në atë jetë, nuk ka kurrë vështirësi, as shpirtërore as fizike, nuk ka zhurmë, nuk ka lodhje, nuk ka sëmundje. Po njerëzit aty kur nuk do të shprohen, njerëzit kur nuk do të mërziten, kur nuk do të friksohen. Pra do të jenë jetën më të kënaqshme, më të mirë, më të mrekullueshme. Do të jenë, do thonë, brejtje të plota në qetësi. Po nuk ka jetë më të mirë, më ideale se sa kjo jetë, do thonë, ditën e kiametit ata, cilën, do thonë, i përshon veprat e mira. Mirë për kundër, do thonë, amma man khaffat mawazinuhu, përsa atyre që peshorat e tyre vinë lehtë. Pra që është mos është kjo besimtari, që nuk ka asnjë të mirë, që nuk peshon fare në peshore, nga se të mirat, ose veprat e mira që besimtarët ata shpërblejnë për këtë dunjë. Po nuk i bojnë dobi në ahiret. Pa dhe to vepra nuk peshojnë fare në mizan peshore në vepra në ditën e kiametit. Ose do thotë për qëllim është muslimani, mirë po do thotë është ai i cili është shumë mëkat. Ka shumë vetën e tij në gjuna dhe mëkat nuk u bën numri. Pa që ato vinë më rënd se sa veprat e mira të tij. Edhe kuptohet duke përfshirë mëshira e Allahut dhe falja e Allahut subhanahu wa taala. Ditën e kiametit. Personi i tillë thotë Allah fa ummuhu hawiyah. Po qëllimi me këtu, ka se fjala në gjuhën arabe po është përdorur. Po qëllimi këtu është përfundimi i tij. Po maksud përfundimi
qëllimi ose destinacioni ku do të përfundoj ti, ai është havje, pra është humnera. Havje do t'i thonë humnerës. Kjo është prej emrave të zjarrit të xhenemit, havje. Ose zjarri i xhenemit është një grop i madh, e errët. Prandaj do quhet havje, pra si humnera e madhe. Pra qëllimi është se përfundimi i tij do të jetë në këtë zjarr të xhenemit, Allah na ruaj. Kurse disa dietarë ka thonë për ushujt nga se fjala është mundima, pra arabët i thonë kokës pra kokës në një kuptim i thonë pra qëllimi është se ai do të hidhet në zjarr të xhenemit, shojnë arabët ala ummi ra'sihi, me kokën e tij. Allah na ruaj. Do thotë edhe ai jeti për mua këtu di kuptime, këto dy interpretime edhe dyja janë saktë. Pra nuk themi që njëra është më saktë se tjetra, dyja të pranohen. Ata nuk e kundërshtojnë njërin tjetrin. Prandaj themi që ai do të hidhet në zjarr të xhenemit, ose përfundimi i tij do të jetë zjarri i xhenemit, dhe aty do të hidhet me kokën e tij. Do të hidhet në zjarr të xhenemit me kokën e tij. Prandaj Allah subhanahu wa taala vazhdon thotë: "Ma adraka ma hiya", e kush të tregoj ty ose kush të thojë se çka është havje. A çka është ajo, çka është kjo humnera? Pra Allah subhanahu wa taala shton në sura para kësaj këto po e sjellin punë pyetjes për me stërmalu ose me shkollë më shumë atë frikën prej zjarrit të xhenemit. Kush është ai i cili është gjendë me ta përshkruajë se çka është zjarri i xhenemit, çka është kjo havje, çka është kjo humnera? Pas kush nuk ka mundësi me ta përshkruajë dhe me tregu realitetin e tij, ka se është një gjë e madhe. Allah thotë Allah është natën hamje, për zjarr i ndezur ashpër. Po nuk ka nxehtësi më të madhe dhe arrin atë kulmin, kulminacionin e nxehtësisë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se zjarri i xhenemit innaha fuddilat ala nari dunya bi 69 juz'an. Është më i lartë ose është më i madh se sa zjarri i dunjas për 69 herë. Do thotë kjo ka dy kuptime. Ose për këtë nxehtësisë është më i nxehtë se sa zjarri i dunjas. Nxehtësia më e madhe që ka rritur në dunjë është do zjarri i ahiretit është 69 herë më e nxehtësi më. Do 69 fish e ka nxehtësi më të lartë. Nëse zjarri i dunjas shënim ose del zjarri i rrugë ose prej letra ose prej do gjëra prej gazit e kështu me radhë. Po zjarri i ahiretit është 69 herë e ka nxehtësi më të lartë, mirë po 69 herë do thotë mallësi më të madhe. Këtë zjarri i dunjas më po bashkë, zjarri i ahiretit është 69 fish më shumë. Pra Allah subhanahu wa taala këto ajete po na frikson. Edhe po na paralajmëron për këtë ditë, do që njerëzit më po gati. Edhe po na tregon se njerëzit aty do të jenë në dy grupe, s'ka grup tretë. Ose do të jenë aty ata që peshora e vepra të tyre të mira do të peshojnë më shumë, ose ata që peshora e vepra të tyre të këqija do të peshojnë më shumë. Prandaj çdo njeri prej neve do të përgatitet për këtë ditë. Kjo është qëllimi se Allah subhanahu wa taala po na frikson këtë mënyrë me këtë zjarr xhenem, po që është havje, që është humner. Pastaj këto kem argument për atë mendimin e dietarëve ose pjesën e dietarëve që kanë thënë se ditën e Kiametit do të ketë mewazin, pra peshore të shumta, shumës, jo një peshore. Mirë po, në disa tekste të tjera, po që kanë ardhur disa hadithe, kanë ardhur se do të jetë vetëm një mizan, pra vetëm një peshore. A është qëllimi që atë do të jetë vetëm një mizan apo do të ketë më shumë? To kanë mos pajtime dietar. Disa kanë thënë që është një mizan. Pra vetëm një peshore. Mirë po, kur të merret konsiderat gjërat që peshohen atë duke nga ky aspekt, nga ky këndvështrim, Allah subhanahu wa taala ka shujt me wazin, pra peshore të shumta. Nga sa aty do të peshohen të mirat të këqija. Do të peshohen të mirat e dikujt. Ka se dikush ka vetë të mira, Allah subhanahu wa taala ka të këqija. Në bazë do thotë të mirave të shumta që i ka dhe ngritet në xhenet. Ose do të peshohen të mirat dhe të këqija që sa më lart. Cilat po peshohen më shumë, por njëri ka dyja. Ose do thotë peshohen të mirat e këtij umeti me të mirat e umeteve të tjera. Po totali, po duke marrë në konsiderat totalin e asaj që peshohet në atë peshore, po që është vetëm një mizan, atëherë Allah subhanahu wa taala nga aspekt e ka shujt me wazin peshore të shumta. Kurse disa dietarë kanë thënë që janë ato janë peshore të shumta, nuk është vetëm një. Çdo umet e ka një peshore. Pastaj çdo person e ka një peshore, madje çdo vepër thonë e ka një peshore. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala
pa sjell në shumës. Mirë po, Allah dhe masmite me dimi madh për vërtetës është vetëm një peshore. Mirë po qysh thamë, do të marrë në konsiderat gjërat që peshohen në peshore, pa në të mizan, atëra e o qujt, pa me vazhim si peshore të shumëta. Nga se aty peshohen veprat shumëta, qysh thamë peshohen këto vepra në bazë të umeteve, apo në bazë personit, ma dhe në bazë veprave ti. Pa këtë, pasaj këtë argument, në këtë ajet ka argument që nëse njeriu i ka veprat e mira të këqija të barabarta. Në këtë ajet, mos në këto ajet Allah subhanahu wa taala ka heq, po ka tregu se çka bëhet me to. Po tregon që njerëzit janë dy grupe. Ose kanë me peshu veprat e mira kanë shkuar në xhenet, ose veprat e këqija kanë shkuar në xhenem, në humner. Humner në zjarr të xhenem. Edhe Allah subhanahu wa taala për ata që veprat vinë, do të thonë barabartë veprat e këqija dhe të mira. Nuk peshohen asnjëra më shumë. Në këtë sura nuk po e përmend. Mirë po, në jetim që në surën Araf, Allah subhanahu wa taala ka treguar që ata as nuk hyjnë zjarr. Do thotë nuk hyjnë zjarr, mirë po nuk ka treguar se ku do të jetë përfundimi i tyre. Mirë po, Allah subhanahu wa taala thotë se ata janë në një vend të mbitur, po Araf që është mes xhenetit edhe xhenemit, mes xhenetit edhe zjarrit xhenem. Allah tregon se, do thotë në surën Araf, tregon se çfarë ndodh ose bisedat që ata i zhvillojnë edhe me banorët e xhenetit edhe me banorët e xhenemit. Pa që sa syt ju shkojnë ose shkimet e tyre shkojnë ka banorët e zjarrit xhenemit dhe lusin Allah subhanahu wa taala mos me bëj ty. Kurse ju dhajnë selam edhe do thotë ju folin fjalë mira banorëve të xhenetit e kështu me radhë. Mirë po, do thotë ne po mjafton. Do thotë nuk i përmendëm ato ajete në surën Araf sa ato pasaj kërkojnë shpjegim shtesë. Në fund e lutem Allahun subhanahu wa taala që mos na bëj, do thotë për njerëzve zullumçar, që peshojnë veprat e tyre, këqija më shumë se sa të mira, mirë po na bëj për besimtarë të mirë, se ditën e Kiametit do të peshojnë veprat tona për shumë më shumë, vepra të mira se sa peshojnë vepra të këqija, këqija pra që Allah subhanahu wa taala më na falë, më na mëshiroj. Edhe do thotë Allah subhanahu wa taala është gjithëmshëshme, falës i madh, ai që ka fuqi për çdo gjë. Do pastaj inshallah ndërsa tashme do të vazhdojmë me shpjegimin dhe kommentimin e surës Takasur. Allahu